Atëherë luani nesër me Dinamon, si e prisni, çfarë synoni? Po, nesër ne jemi kundër Dinamos. Tani filloi prap kampionati mas një javë pushim. Patjetër ne jemi gati. Sot kemi sërit e fundit, grupi kemi plot, lavdi Zoti, edhe kjo është situata deri sot. Do të shkoni për fitore? Ne jemi Elbasani edhe unë tash gjithmonë. Neve do luftojmë fort në fush, do provojmë do bëjmë maksimumi. Kjo është detyra jonë, pastaj do shohim si do dalim nesër. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe keni vuajtur nga shumë mungesa, si po ja del skuadra? Po, kjo është e vërtetën, por kjo është edhe situata. Domethënë do vazhdoj me grupin çfarë kemi, kam shumë besim për çdo lojtar, edhe ne jemi treguar 2-3 javat fundit, jemi grupi fort. Domethënë kemi mungesa patjetër, po prap ne jemi gati edhe kam shumë besim edhe njerë me grupin. 7 javë nga fundi, jeni në vendin e parë, keni barabarta, a besoni Elbasani këtë titulli? Neve do luftojmë, unë nuk mu të them asnjë gjë, vetëm unë do flasim për Nedesh Radasi. Nedesh Radasi është Dinamos. Tani kemi edhe 7 javë, çdo javë është finale për ne, do fillojmë nesër, kundër një kundërshtar shumë e fortë si Dinamo, edhe kemi shumë respekt. Edhe pastaj javë për javë do shikojmë edhe do shohim domethënë si jemi, por kemi një besim edhe ne jemi shumë pozitiv patjetër.